Në vite, Postriba e ka kthyer në tradit kultivimin e qepës, faltokave pjellore që bën këtë kulturë një nga burimet kryesore të ardhurave për familjet fermere. Qepa mbetet një ndër produktet më të rëndësishme bujqësore të kësaj zone, duke garantuar jo vetëm vetpunësim, por edhe furnizim të vazhdueshëm për tregun. Megjithatë, pavarësisht ruajtjes së kësaj tradite, fermerët po përballen me vështirësi. Problemet nisin që nga mungesa e ujit për vaditje dhe fuqisë punëtore, tek mungesa e subvencioneve për tokat e kultivuara, si dhe pasiguria për tregtimin e prodhimit të tyre. Kjo është kulturë sekullore, qepa, 1300 vjeçare. Na kultivojmë qysh në demokraci 35-6 vite, gjithmonë kjo sasi si millim zakonisht nga 3 deri në 4 dynim tokë on si fermer. Këtë vit kam millim pak më tepër, 4 dynim pak më tepër. Dhe fuqia punëtore ka pas vit për vit probleme. Kjo ndikon te emigrimi jashtë masës po ikon të rit. Po kemi gjithë punëtorë, ja kemi bën disi hallin. Dhe çuria gjatë rritjes kanë shumë vështirësi. Sidomos këtë vit janë punë të Zotit, janë po thasire shumë e zgjatër, qysh nga mjedhja, ta duhen fakt ujë. Po shpresojmë inshallah ta ditë inshallah po Zoti bereqet. Dhe shitja ka herë mirë, ka herë edhe dopt. Vitin që kaloi, faktikisht unë dura mirë me tregun. Se nuk kanë as las, koprem ose në i tip magazinimi ku dërzohet malli, veç kja me hameni, kush mund të shesin. Se unë që dhe fermerë ka jugo, që dhe mos ka korsha, si po tresin dhe mallin, po hillin dikun edhe në kanal. Kja është skandal. Kja duhet dhe pak i fida shtetit në hynë, me grumëllin pika, si që ka dhe Europa, grumëllin pikat, ta keni një farë, ose subvencionet, se unë nuk kanë subvencionet në zonë tonë. Pak to kam, po s'kam përfitu asnjëherë. Kultura, demba ma dem, është qepa, qepuika, lakna drenshtit. Janë 3 kultura si drenshti, a njofë si kanë thonë ullit e baratit, si i thojnë alasat e do gjana tjera. Me këtë mundona mjerujt traditën. Rinia që pensionista, këta malë nëllë që janë të punu, pëjshia. Mundona, një moj mjejnë tjetën se kjo ka shumë punë. Mu mjelle, sa të bisin, spërkatje për ilaçe, është një lloj kramit si ashtu këtu ka shumë gjana, janë shumë, domethënë, insekte kësi në toksore, mitoksore, si e dëmtojnë, qepën e si pujken tana. Shkon edhe 35 kintal lëmi, shkon edhe 20 kintal lëmi. Ka vene si shkon edhe 50 kintal. Me spërkatje, me shërbime dënë se ka edhe smunje. Si edhe kur të bënë atë, si të vjen pak pa u shkur nështë, janë do lloj smunjesh vrugu i thojmë na. Edhe pse rreth 70% e banorëve të zonës merren me kultivimin e qepës dhe furnizojnë tregjet me produkte biocilësore, mbështetja nga politika shtetërore ka qenë minimale, duke lënë fermerët të përballen të vetëm me sfidat e këtij sektori.